Nëse do të harrohet për shumë çka, një gjë që do të mbahet gjatë mend Fatos Nano është aftësia e tij për t'u larguar dhe vizioni për ta lexuar drejt realitetin politik të vendit dhe të vetes. Ai nuk e mbajti peng Partinë Socialiste, por e liberalizoi dhe modernizoi atë. Edhe pse mund të shpikte alibi për humbjen e Korikut të vitit 2005 dhe të qëndronte në krye të saj, nuk e bëri. Zgjodhi të merrej me punët e veta dhe ta linte Partinë Socialiste të ecte pa hijen e tij. Duke si diçka e rëndom dhe normale në demokraci, por në këto 2 dekada i vetmi akt politik i vërtet mbetet dorëheqja dhe largimi i Fatos Nanos nga drejtimi i Partisë Socialiste. Ndonse me vese si çdo politikan tjetër i këtij vendi, Nano zgjodhi të mos bënte rëmuj, të mos bënte pazare apo të mos hakmerej, duke shfaqur kështu kulturën e tij dhe imazhin e tij liberal. Vlen të përmendim edhe atë se të gjitha akuzat e rënda ndaj tij ran pas largimit, madje disa prej akuzonjësve të tij më të mëdhej u shprehen se ato ishin thjesht për konsum politik. Në klimën e polarizuar ku askush stërhiqet, Fatos Nano u largua i nderuar duke dhënë shembull e pranimit dinjitoz të rezultatit dhe mungesës së frikës pa imunitet. Shqipërisë mungon akti i dorëheqjes dhe i largimit, prandaj akti i Fatos Nanos do të kujtohet gjatë në kulturën politike, duke e parë ikjen si reflektim dhe ruajtje të fytyrës dhe jo si një gjë e madhe nga e cila dikush duhet të ketë frikë.